me besoj që nuk kam. Zoti Kadilli, pa u futur te kjo platforma, se ju e shpjeguat, vetë ju keni një ide, do të thënë që çfarë mund të bëj Partia Demokratike që të thotë banorëve të Tiranës që nëse vjen në krye të Bashkisë Tiranës përfaqësuesi juaj, ne do ndryshojmë këtë gjë. Përveç se kësaj që ju thatë që është pak e përgjithshme dhe ju e thoni në çdo deklaratë, në çdo miting, në çdo fjalim tuaj. Po nuk besoj se ka nevojë për shpikje, sepse jo në gjë konkrete flas. Nuk jam kandidat dhe nuk më takon të avancoj asgjë që një kandidat do ta ketë ndërtuar në platformën e vet. Nuk besoj se mund ta nderoj edhe bisedën tonë edhe teleshikuesin me një informacion më tepër në këtë drejtim. Jam i bindur për këto dy elemente që sapo ju thash. Cilësia e jetës në qytet do të jetë patjetër objektiv, sepse nisem nga një logjikë thjesht. Çfarë i mungon sot Tiranës? Sot Tiranës i mungon një qeverisje e ndershme në bashki, sot Tiranës i mungon cilësia e jetës për qytetarët dhe padyshim çdo sfidant për Bashkinë Socialiste të korruptuar të sotme, këto dy do të ketë patjetër qëllimet dhe objektivat kryesore të fushatës vet. Zoti Kadilli, a janë zgjedhjet lokale të 8 majit zgjidhja e krizës? Zgjedhjet janë momenti më kulmor i demokracisë, janë momenti ku demokracia funksionon totalisht, është momenti total i demokracisë, nëse do përdorja një shprehje më të afërt me të vërtetën, pasi nuk flasim ne politikanët në emër të popullit, në emër të tjerëve, po është populli që flet në emër të vetvetes, dhe është momenti më i rëndësishëm, unë nuk e shoh me cinizëm si ju, është momenti më i rëndësishëm sepse dhe ne detyrohemi të dëgjojmë se çfarë thot populli më në fund në një ditë të caktuar. Dhe jam shumë i gëzuar dhe replikoj shpesh të fjalën populli, sepse nga opozita vazhdon të përsëritet në inercinë që ju ka ngelur nga emri i gazetës tyre, Zëri i Popullit, dhe mendojnë se kanë të drejtën dhe monopolin të flasin në emër të popullit. Jam i lumtur që do të kemi shumë shpejt një ditë kur do ta dëgjojnë zërin e popullit nëpërmjet votës. Do jenë ata që do të heshin një ditë, sepse çdo demonstratë, çdo protestë që organizojnë e bëjnë gjëra në emër të popullit, por përfaqësojnë ngushësisht vetëm ambicien dhe agjendën e tyre politike. Kështu që është momenti më i mirë për të shfryrë tullumbacën e Partisë Socialiste sot. Zoti Kadilli, përsëri mbetem te pjesa e kandidatit për Bashkinë e Tiranës. Konkretisht, në këtë zgjedhje, për të parë, Partia Demokratike, ndryshe nga herët e tjera që ka pasur alat, po ka qenë alat natyral të djathtë, disa forca të parti të vogla, por të djathtë, që tashmë dihen, këtë herë keni Lëvizjen Socialiste për Integrim, për të parë një alat të majtë. Çfarë sjell kjo? Për ju është një vlerë e shtuar, thjesht një vlerë e shtuar sepse keni një parti më shumë, apo këtu është përballja edhe midis një pjesë të majtës që ju keni në koalicion me të majtën e madhe që është Partia Socialiste? Ky koalicion i sotëm nuk është produkti i një gare, pra nuk është bërë një koalicion për të fituar Bashkinë e Tiranës apo për të fituar bashki të tjera. Ky është një koalicion që ka diktuar populli. Dhe ne nuk paraflasim, po veprojmë në emër të popullit. Votimi i shqiptarëve në 2009, në 20 qershor, përcaktoi koalicionin. Dha gjysmën e mandateve për ne, si forcë e djathtë, dhe një numër mandatesh, 4 mandate për një forcë tjetër të majtë, koalicion madje, të cilat së bashku qeverisin vendin. Pra nuk është një koalicion që është bërë për të mundur përballë kë kemi. Jo, absolutisht. Është një përgjigje ndaj verdiktit të elektoratit. Elektorati ka përcaktuar këtë lloj koalicioni, ne vetëm jemi nënshtruar dhe jemi duke... Dhe si e parashikoni Tiranën? Në ç'kuptim, në kuptimin e rezultatit? Po, votat, si do shkojnë? Për herë të parë keni në një garë, Po s'është vetëm për Tiranën, është për kudo. Jo, unë flas konkretisht për Tiranën, jo në çdo qytet. Po të bëjmë llogari numrash, padyshim që jemi fitues, po të bëjmë llogari numrash, por elektorati ka dinamikat e veta, të cilat unë mendoj se janë akoma më tepër në favor të kandidatit të majorancës, pra të Partisë Demokratike, edhe për një arsye të thjeshtë se në 2-3 vjet të fundit zoti Rama nuk ka funksionuar absolutisht në shërbim të bashkisë dhe ka keq përdorur kontratën që ka pasur me Bashkinë e Tiranës nga viti 2007, e ka keq përdorur duke kthyer gjithë Bashkinë e Tiranës në shërbim të Partisë Socialiste. Ju kujtoj që në datën 21 janar, në demonstratën e dhunshme që përfundoi me rrethimin e kryeministrisë, me mbajtjen të rrethuar për 5 orë dhe me humbje jetës shtrirëzore në fund, Bashkia e Tiranës ka qenë angazhuar deri edhe me policinë bashkiake. Në hyrjen e kryeministrisë ishte drejtori i policisë bashkiake,
disa njerëz aty të plagosur u transportuan me makinat e policisë bashkiake, ato tabelat dhe hunjtë të mëdhej kanë dalë nga policia bashkiake dhe nga dekori bashkisë, pra është një përzierje e keqe e një administrate të paguar me taksat edhe të ne të dyve për të përdorur politikisht. Sot jam i bindur që elektorati i Tiranës, që u distancua në datën 21, është distancuar përfundimisht nga Edi Rama, i cili e nisi me lule dhe me ngjyra dhe e mbylli me gjak dhe me zi. Zoti Kadilli, pak ditë më parë unë kisha zotin Godër në tjetrin vend kur jeni ju dhe mes të tjerave, duke komentuar zgjedhjet lokale, ai deklaroi se nëse Partia Socialiste do fitonte 55% në këto zgjedhje, ka drejt që ajo të dalë në rrugë dhe të kërkojë zgjedhje parakohshme. Si e komentoni këtë? E para është një pyetje mbi një hipotezë që nuk ka gjasa të ndodhë, sepse nuk besoj në asnjë rast që mund të ndodhi 55% në avantazh Partia Socialiste, do jetë e kundërta minimalisht. Minimalisht do të jetë e kundërta, minimalisht do të jetë humbje 55% në favor të koalicionit sotëm dhe ju po bëni tjetër gjë. Jo. Po zoti Godër nuk besoj se është nga krahun zotit Rama, ai ka bërë një analizë në distancë. Gjithsesi, jam i bindur që në një fitore të pastër me mbi 10 pikë të koalicionit sot qeverisës, por në çdo rast, rezultati i zgjedhjeve lokale të themi ke përgjigje. 60 me 40. Jo, 55 me 45 është. 55 10 pikë. Në çdo rast, zgjedhjet lokale janë zgjedhje për bashkitë dhe zgjedhjet politike janë për parlamentin dhe qeverinë. Zgjedhjet politike do të bëhen në 2013. Nëse do të rinim kësaj logjike, me që presidenti Obama humbi në Kongres, duhet të dorëzoj mandatin dhe thotë hajde shkojmë në zgjedhjet parakohshme sepse kam humbur besimin e amerikanëve. Në fundit, çdo palë zgjedhje janë për një qëllim të caktuar dhe mandatin e kanë 4 vjeçar secila prej tyre. Është shumë mirë që në Shqipëri kemi alternuar me çdo 2 vjet, sepse shfryn edhe tensionet politike që mund të krijohen natyrshëm, natyrisht shfryn tensione politike të provokuara as pak në mënyrë të natyrshme si këto që po ndodhin prej gati 2 vjetësh nga leadershipi socialist. Pra, kemi zgjedhjen për kryetar bashkish, për këshilla bashkiak dhe komunal, por absolutisht nuk është kjo përcaktuese për qeverinë dhe parlamentin. Qeveria dhe parlamenti kanë marrë një mandat 4 vjeçar dhe objektivat e tyre kanë 4 vjeçar. Brenda këtij 4 vjeçari do të akumulojnë sukses, do të akumulojnë kosto, në fund të 4 vjeçarit ballafaqohen me elektoratin për këto gjëra që kanë bërë si qeveri dhe parlament. Jo thjesht për çfarë ka bërë bashkia apo komuna X apo Y. Zoti Kadilli, flasim për kandidaturat. Zoti Berisha tha që brenda 10 ditësh të parë, po sidomos ato që ju jeni duke diskutuar me LSI, kemi një panoramë të kandidaturave, do të thënë, të skiccuara? Nuk mund të them për gjithë Shqipërinë, sepse për ato që ju mund të thoni, fjala vjen për qarkun e Korçës. Për qarkun e Korçës, nesër dhe pas nesër, për shembull, ne kemi mbledhjet e degëve tona dhe po i respektojmë kandidaturat. Dhe formalisht jo përsëris, data 10 mund të jetë në një rast si zoti Basha, që nuk ka një rival tjetër të deklaruar për Tiranën, por në komuna dhe bashkitë tjera ka rivalitet edhe brenda Partisë Demokratike, prandaj